Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë mandarina urgjent duhet ta dëgjojnë këtë lajm. Mandarinat tashmë janë shndruar në krenarinë e vendit tonë dhe për këtë arsye, sidomos në pjesën e jugut të vendit, ato eksportohen në të gjithë vendin. Sipas informacioneve të Healthline, nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C të ky frut lufton të ftohtin, gripin dhe forcon gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Mandarinat janë të pashura me element ushqyes të rëndësishëm për organizmin. Kështu, konsumi i tyre vazhdimisht në dietën tuaj ushqyese mund t'jap përfitime të mira në rritjen e vlerave të trupit. Konsumi i mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasur me vitaminën C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë të ekurit, rrit mjaft thithjen e këtij minerali nga organizmi. Konsumi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimet, si dhe për të minimizuar sasinë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Mandarinat, si agrume, gjithashtu minimizojnë edhe problemet oksiduese brenda arterieve dhe riparojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë në mirëbërëse të zemrës, por gjithashtu mandarina do t'japin përfitime të mira në këtë aspekt. Shqipëria është një nga vendet eksportuese të këtij fruti dhe gjithashtu, konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do ia vlejë në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Mandarinat janë një nga frutat më të pëlqyer dhe më të kërkuar në treg gjatë stinës në vijim. Antioksidantët që gjenden te mandarinat ulin kolesterolin e keq dhe largojnë radikalet e lira nga organizmi. Shumë të pasura me fibra, mandarina stimulojnë rënien e peshës. Sipas informacioneve të Healthline, nëse konsumoni mandarina rregullisht në dietën tuaj, tensioni juaj i gjakut do të normalizohet dhe stabilizohet më lehtë. Vitamina C që gjenden me shumicë tek mandarinat ndihmon në rritjen e performancës së trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të sistemit imunitar. Mandarinat, me shijen e tyre të ëmbël dhe të thartë, sigurojnë gjithashtu një tretje më të nevojshme ushqyese për mbrojtjen e organizmit, si dhe përmbajnë substanca që kanë në veti antiinflamatore. Sipas Healthline, përdorimi i mandarinave në dietën tuaj do t'japë rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Mandarinat janë të pasura me antioksidantë shumë të rëndësishëm, të cilat do t'japin një mbrojtje të vërtetë të shëndetit. Antioksidantët ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër radikaleve të lira, përndryshe që mund të çojnë edhe në plakjen dhe problemet të ngjashme të organizmit. Sistemi juaj imunitar do të punojë më fort me përfshirjen e mandarinave vazhdimisht në dietën tuaj. Duke pasur parasysh se ato përmbajnë një përqindje të lartë të vitaminës C, ato mundet të përmirësojnë sistemin imunitar. Vitamina C është një antioksidant që rrit funksionin e qelizave imune, përmirëson integritetin e lëkurës dhe të indeve. Studimet kanë treguar se përfshirja e mandarinave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të rritur përfitimet e sistemit tuaj imunitar. Mandarinat janë ndër të vetmet fruta të cilat do të stimulojnë edhe humbjen më të lehtë të peshës trupore. Duke pasur parasysh se janë një burim i rëndësishëm i fibrave dhe japin ndjesinë e ngopjes për një kohë më të gjatë, mandarinat ndihmojnë në humbjen e peshës. Ato zvogëlojnë gjithashtu dëshirën për të ngrënë shumë ushqim. Mjekët kanë zbuluar se konsumi i mandarinave mund të ndihmojë në uljen e insulinës sepse sheqeri në fruta shndrohet edhe në energji. Ato gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e gurëve në veshka dhe do t'japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kështu, ky frut i veçantë do të jetë një mburojë e lartë për shëndetin. Mandarinat janë një nga frutat më të mirë, të cilët mund t'ju bëjnë edhe shumë ndryshime organizmit tuaj. Mandarinat janë të pasura me fibra, vitamina dhe antioksidantë të dobishëm për shëndetin dhe linjat, ja cilat janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i mandarinave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sipas Healthline. Të shijshme dhe të sezonit. Mandarinat në vjesht janë një nga frutat më të mirë për shëndetin dhe për bukurinë.
Ato janë një burim i ushqyesve të vlefshëm që kryej në një veprim mbrojtës edhe për trupin. Sjellin antioksidant të fuqishëm që kundërshtojnë veprimin e radikaleve të lira, ndërkohë që mosplakja e qelizave mund të menaxhohet më mirë. Për më tepër, ato ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit. Një arsye tjetër e mirë për të përfshirë ato në dietën tuaj është se mandarinat si portokalli dhe varietetet e tjera të agrumeve i sigurojnë trupit tuaj pektinën e nevojshme. Pektina lehtëson zorrën dhe promovon rritjen e bakterieve të mira të dobishme për mbajtjen në formë dhe të shëndetshme të organizmit. Gjithçka që duhet të keni parasysh me konsumin e tyre është sasia. Mandarinat sjellin rreth 72 kalori për 100 gram dhe janë një frut i sheqerosur, ndaj nuk duhet të shtoni doza të larta të konsumit të tyre. Ato sigurojnë sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtësisht nga trupi. Ideale është i konsumoni ato në mëngjes ose si një meze e lehtë midis një vakti dhe një tjetër, në mënyrë që të mos rrezikojeni të mbusheni me sheqerna dhe kalori. Do të keni më shumë energji edhe në muajt të ftohtë. Ato sjellin minerale aleate në funksionin e duhur të sistemit nervor, janë të pasur me kalium dhe me magnez. Përveç kësaj i sigurojnë trupit edhe elementet të dobishëm të vitaminës B, vitamin B1, B3, B6 dhe B9, të cilat janë të dobishme në luftën kundër lodhjeve mendore dhe fizike dhe për të marrë më shumë energji për organizmin. Do të dukeni më të rinj me konsumin e këtij fruti. Mandarinat kanë veti të mira kundër plakjes, janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Janë të pasur me vitaminën C të dobishme për prodhimin e kolagjenit, proteinë e cila është e përbërë nga lëkura, kockat, tendinat, muskujt dhe thonjtë. Falë veprimeve të saj kundër plakjes, bllokon veprimet e dëmshme të radikaleve të lira që kundërveprojnë me stresin oksidues, përgjegjës për plakjen e indeve. Do të keni më pak toksina në trupin tuaj. Mandarinat kanë veprime të mira detoksifikuese dhe sigurojnë shumë fibra të dobishme në eliminimin e toksinave dhe substancave dhe mbeturinave që shqetësojnë organizmin. Do të vini re rezultate më të mira sportive. Ato sigurojnë sheqerna që menjëherë sigurojnë energji për trupin tuaj. Sigurojnë një larmi të gjerë të mineraleve përfshirë kaliumit dhe magnezit, të dobishme në luftën e ngërçeve dhe muskujve dhe të kalciumit, i cili është i vlefshëm për shëndetin e kockave dhe të thonjve. Gjithashtu, falë pranisë së lartë të vitaminës C, mandarinat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt brenda sasive të lejuara ditore do t'i japin rezultate efikase mbrojtëse për shëndetin tuaj. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt, pa e tepruar asnjëherë me sasinë. Ato janë përforcuese të mira të imunitetit. Vitaminat C të mandarina ndihmojnë në mbrojtjen e sistemit imunitar nga viruset dhe bakteriet duke vepruar mbi qelizat T. Një lloj qelize e bardhë e gjakut që mbron trupin tuaj. Ulëntimet tregojnë se ndikojnë në zhvillimin e funksioneve të qelizave T dhe bllokojnë rrugët që çojnë në humbjen e tyre. Mandarinat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit. Antioksidantët e mandarinës si vitamina C dhe nobiletina mund të mbrojnë kundër çrregullimeve kronike të trurit si skizofrenia, sëmundjet e Alzheimerit dhe sëmundjet e Parkinsonit. Përveç kësaj, studimet e kafshëve sugjerojnë se ato mund të ofrojnë mbrojtje më të mirë kundër problemeve të Alzheimerit. Mandarinat do ju ndihmojnë të përmirësoni edhe dukjen e lëkurës suaj. Shtimi i mandarinave në dietën tuaj mund të ndihmojë në promovimin e një lëkure të shëndetshme për shkak të efekteve të vitaminës C në prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është një proteinë me blloqe të larta ndërtuese për trupin. Ajo jep strukturë, forcë dhe stabilizet indeve lidhse duke përfshirë edhe lëkurën tuaj. Me kalimin e moshës, sasia e kolagjenit në trup zvogëlohet, ndaj mandarinat janë një nga frutat më të mirë për shëndetin e saj. Mandarinat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.